Berisha. Qëndrojmë te zoti Berisha. Okej, do të qëndroj zoti Berisha? Po. Shumë mirë. Atëherë garanton, çfarë garanton? Zoti Berisha di shumë mirë që nuk garanton më asnjë gjë. Për 2 vjet, mund të jetë më shpejt, po për 2 vjet ne shkojmë në zgjedhje të tjera. Vazhdojmë ne prapë po këtë lokale, atëherë ne do të humbim edhe ato 3, 4, a 5, a 6 sa kemi komunar që kemi, do t'i humbim dhe ata nëse ne do të vazhdojmë kështu. Tash dikush duhet kujtohet që kjo gjë duhet të shkundet. Unë gjithse mban mend zot Qafok, unë kam patur një platformë diku nga prilli i vitit 2022. Vetë nuk kam qenë aktive ato muaj, sepse kam pas me disa probleme personale shëndetësore, por ama qëndrimet e mia i kam thënë qartë dhe zhbotuar në prill të vitit 2022. Si e mendoja unë, quhet platforma Kurcio, që lidhet me generalin e famshëm Ramak, i cili në momentin që u hap gropa e madhe dhe këto fatthënëset rekomanduan që duhet sakrifikohej gjëja që kishim ne, që kishin romakët më të shtrenjtë, që të mund të mbyllej gropa në forum dhe të prosperonte Roma. Dhe ky Kurcio i famshëm, Marko Kurcio i famshëm, u hodh vetë, bashkë me arturinat e veta, me armët e veta, bashkë me kalin e vet, u hodh në grop, edhe romanët hodhën gjithë që kishin stolira gjëra, dhe u mbyll gropa dhe Roma prosperoi. Pra, duhet bësh një sakrificë. Nuk janë kot, edhe gjëra që... Dhe ju po i bëni thirrje zot Berisha që të largohet. Kjo platformë e kam thënë në prill 2022. Jo, iku ajo në prill 2022. Tani çfarë duhet bëj tani? E di çfarë nuk ndodhi. Me demokratët nuk ndodhi pajtimi i demokratëve. Nuk ndodhi bashkimi. Pajtimi, deri te bashkimi është proces tjetër. Procesi i parë, çështja e parë, ne nuk u pajtuam. Ja, Bardhi u pajtua me Berisha. Jo, u pajtua Bardhi për interesat e veta, por nuk u pajtu pjesë demokratët e Bardhit. Nuk shkelën kur demokratët e Bardhit dhe të fluturës në Partinë Demokratike. Kur? Ky është pajtimi. Pajtimi është proces tjetër, bashkimi është proces tjetër. 8 janari pastaj është një lloj zërzë. Kur 8 janari pastaj në filtrin tim. Uroj të mos jem e gabuar, dyshime kam, por mund të jenë të vërtetuara, që 8 janari është një gjë e inskenuar. Nga kush? Nga liderët e PD-s. Unë dyshoj shumë. Pse duhet të... Jo, prit këtu. Pse duhet të betonoj? Unë kam një pyetje publike. Pse duhet të betonoj e të fortifikoj Partia Demokratike? Ne jemi në demokraci. Zoti Qafoko, ne jemi në demokraci. Por pas se s'kam qenë aty, pra ne po pyes. Se nuk kam qenë në proces, nuk kam qenë në 8 janar, nuk kam qenë në procesin e fortifikimit. Po ku ishit? Dhe autorët e fortifikimit, po ja shpjegova pra kam qenë për arsye shëndetësore. Problem personal. Domethënë mbas 18 vjetorit unë nuk kam qenë në këto procese deri në kthimin e qershor. Dhe zoti Bardhi e ka fortifikuar me zotin Basha. Këto 2 njerëz do t'japin llogari para shqiptarëve. Jo, tani më zuri makina mua e them unë shpesh këtë. Tani Zoti Basha thoni ju me zotin Bardhi e kanë fortifikuar për të ndodhur kjo në bashkëpunim me Berishën. Pse duhet neve? Pse duhet neve? Pse duhet ta shtynim ne zotin Berisha që të vinte si triumfator, si njëri që i takonte partia, i takonte seria? Të vita marrin, ne jemi në demokraci. Ne jemi në demokraci. Ka shkresa, ka letra, ka shkresa. Ka polici shtetërore, jemi në demokraci. Ata po nxirrin nga zyra. Që janë këto forma? Ku janë këto forma? Pra ky është problemi, se në këtë shtet nuk njihen letrat, po s'njohte letrat. Ky është problemi në këtë vend. Në këtë vend do t'i bëjmë neve... Jo, atëre po ta bëj pyetje ndryshe, se më kujtua Franz Vranitzky. Për mua, ja ta mbaroj këtë. Për mua, u ftua zoti Berisha të bënte atë. Këta tani doni një zoti Berisha të dilte heroi i madh që e meritonte partinë dhe tha merrte pas partinë të ngriheshin alibi mbi alibi, apo këta donin ta diskreditonin zoti Berisha. Unë të nuk e ndaj dot. Kam frikë se është e para që këta të gjithë e dinin që duhet bërë kështu, sepse në momentin që gjërat po shkallmohesh, në atë moment çdo gjë ra në fash. Çfarë bëjmë? Me kë bëjnë këta tani? Kush ishte engjëlli dhe kush ishte djalli? Pastaj, e gjitha ajo çfarë rodhi mbas saj. E gjitha ajo çfarë rodhi mbas saj. Dorëja zotit Basha, fsheja e zotit Basha, sepse përderisa ne shkuam në këtë përplasje të madhe të janarit, nga e cila rrjedh gjithë ky cianuri. Ky cianuri që thithim ne, që thithim ne sot është shkak i asaj betejë. Cianuri, ë? Po, cianuri, sepse këta nuk morën asgjë nga i cianur. Demokratët sot janë tillnuar të përçar, të thyer, të poshtruar me njëri tjetrin, prandaj duhet pajtimi që kanë shkaktuar këto tre bët, që flas për 3 bëtën. 3 bët. Këto 3 bëtë e famshme. Berisha, Basha edhe ky Bardhi, ky në miniaturën e vet. Po edhe ky në miniaturën. Pyetja ime, kush është engjëlli, kush është djalli zon? Un kam përshtypjen se janë me katar të 3.
Mëkatar një lloj të tretë. Ska Angel. Angel, s'ma do menja se ka mes tyre të treve jo. Tani. Sepse, po të kishte njëri Angel, po e them, ja, kam dëshirë ta them se Angel ishte Zoti Basha, meqense ka luajtur. Jo. Basha e Angel. Ka aktruar Angelin. Aq sa edhe unë kam besuar që ai ishte Angel. Thoni sa gjithmonë. Një vit e kam kërkuar disa pse kam dyshimet e mia, nuk i akuzoj. Kam dyshime të forta. Pse? Gjithë kohën, gjatë kohës, po flas pranvera e 2022-shit, vera 2022-shit, deri tek e famshmja darkë e Ukës, ku zbuluan, s'kishte më ku fshieshin më. Pra një vit të Uka Farm, darka e asaj mendimin ndryshe u hodhen shashkat për ata që mund t'i merrnin tymosjen, për ata që mund ta thithnin tymosjen, dhe disa herë kam kërkuar në mbledhjet e grupit, kam thënë pse nuk vjen Zoti Basha? Duhet vi. Dhe duhet vazhdoj betejën, ti vërtet u doroqe. Ai u doroq. Një vit humbi fare. Pastaj, mas një viti, erdhi konkuroi. Ne ishim detyruar ta çonim partinë në zgjedhje. Atë parti sa ishte, aq sa ishte. Në konflikt, sepse kjo parti garoi. Dhe ç'ndodhi mas ardhjes së Bashës? Nga 105.000 vota në maj të vitit 2023, ne kemi rezultuar sot Euroatlantiku ç'është as 20.000 votë. Pra ky erdhi për të shkatërruar 100.000 votat. A mos është ky Dorzani Sali Berishës? Pyetja ime publike. Jo, pyetja është me vend, po pyetja ime për ju është zonjë, si se ke njohur ti Lulzim Bashën? Jo, inteligjenca jote. Jo, prap nuk. Më fal, inteligjenca jote, formimi yt dhe përvoja juaj është e tillë që e kupton. Zoti Qafok, unë kam përvojë njerëzore. Kam përvojë, për shembull, më mirë njoh personazhe se njerëzit të gjallë. Duhet ta kuptoni për të sa krijoj personazhe. Dhe ju thash, kam atë dozën e besueshmërisë të gjërat. Politika tash ma kanë prehur. Tani jam dyshimtare, se kam thënë si është e mundur të shet tjetri burrin në sy dhe të gënjen. Si është e mundur? Unë ja lejoj në një dozë, tani po ka përcej po bëj step out nga politika dhe po them njerëzoren. Unë ja lejoj një gënjeshtër të bardhë gruas, sepse në rrethana të caktuara, duke qenë se si dobë duhet të dalë, apo jo, nga rrethana të caktuara, po të gënjejnë burrat. Në politikë kam parë, për herë të parë, kam njohur dhe më parë, po që të gënjejnë për arsye politike? Kush gënjen më shumë këta, Berisha, Basha apo Bardhi? Demagog jam. Se di, demagog. Demagog është gënjeshtar. Janë demagog. Të tre? Në përqindje është një shkollë, dhe nuk është shkollë vetëm e Partisë Demokratike, është shkollë e politikës. Do flasim dhe për Partisë Socialiste, por cila ka qenë dhe është marrëdhënia juaj me Sali Berishën, zonja Açka? Shiko, jashtë politike ka qenë një lexues, jam e mahnitur nga mënyra si i lexonte librat. Pra njëri që lexonte libra, ky ka qenë lidhja ime me të. Në fakt, edhe unë se kam thënë asnjëherë, më pyesin njerëzit, pse ti nuk u përfshive me Berishën? Unë kam një arsye shumë të fortë, që lidhet me rinin ton të parë, kur unë kam qenë gazetare. Për shkak të një artikulli të vogël që shkruam ne, sa kishin ardhur në pushtet të djathtë, ne jemi persekutuar unë dhe kolegu im gazetar, Bujar Hudri, ato kemi parasysh fjalën e lirë, ku je. Dhe ne detyruam hapëm një gazetë të re ku je, akoma madje kam ato të pres, po sigurisht kam qenë disa muaj gazetare dhe kanë qenë muajt ndër më të bukurit e jetës time, se këto kujtojnë se ka lindur tani gazetaria ka lindur shumë herë, gazetaria pavarur po flas, më kupton? Në fillim të viteve të 90. Dhe disa muaj jemi persekutuar mbase Berisha nuk ka lidhje. Por regjimi që ngriti ai. Në vitin 1993, po flas. Me muaj të tërë. Çfarë pat? Policitativ, çfarë ishte? Të gjitha erdhën për të na futur që të gjeshin qoftë një gjë të vogël, një maj lapsi e vjedhur e grabitur një kot me gjetë një arsye, me fut në burg dy gazetar që menduan një gjë, që një librashitës që edhe pse ka qenë komunist, nuk e pse dhunon. Ne bëm një shkrim të vogël në gazetë për një librashitës në Elbasan, që ai ishte dhunuar nga policia. Kush janë këta që guxojnë dhe shkruajnë kundër policisë tonë? Kush ishte autori kësaj reprezalie ndaj jush? Shteti pra. Po jo, kush ka në emër? Shteti i Sali Berishës. Unë e kisha akoma hijen, traumën e 93-shit. E kishe? Po e kisha po. Dhe në moment që u kthye,
është një gjë që e di, është një solucion, një tretësirë që e kam pirë një herë. Kështu që kjo ka qenë, nuk kam qenë e qartë që nuk do të ndodhte. Unë u gënjeva që është e vërteta, se mendova, zoti Basha ka studiuar në një shkollë që unë e di, është ku më aman më? 200 metra larg shtëpisë time në Hollandë, në shkollat më të mira në botë. Dhe mendova, ky njeri i shkolluar. Ju duat kur ishte Jo, unë e kam njohur shumë vonë. Jo, nuk e kam njohur. Shkuat ju në Hollandë, në vitin? Unë kam qenë në Hollandë në trajektore tjetër jetës, ka lidhje fare. Ai çfarë bënte? Ishte student, dhe unë e kam njohur shumë vonë. Jo, më fal edhe një herë, kur shkuat ju të jetonit në Hollandë. Po. Lulzim Basha kishte mbaruar studimet? Nuk e kam parasysh tani vitet. Po me çfarë merresh atë? Po nuk e di. Unë kam qenë jetën time, e martuar me një holandez në jetën time. Po kur u ktheva, ose kur sika asnjëherë, sepse kam ikur ndonjëherë, kam ikur dhe kam ardhur, kur e pash në politik, u gëzova për faktin, flas për 2005 dhe më votë. Vetë personalisht e kam njohur në 2015-ën, në Panajër, që vinin këto vizitonin Panajër. Kështu që e kam njohur vonë, nuk e kam njohur zoti Basha. Këtu. E kam njohur Panajër Basha 10 vjet më vonë mbasi hyri në politikë. Domethënë e kam njohur shumë vonë. Ishte ai që ju ftoi ju? Jo, ai po. Ka qenë ai, jo vetë ai, po domethënë shpura e njerëzve që kanë qenë në nuk të ka bërë der ty, ka nderuar vetëm. Nuk e di këtë gjë, mund të them se respekt ka qenë. Po ta them unë më. Sepse ka njerëz si flutura, njerëz të mrekullueshëm me karrierat e tyre, do të ishte mirë sa më shumë të pranojnë, sa më bujare të jetë politika me ta. Aq më shumë do ta zbusin veten. Por ata nuk i duan. Pse rezultoi kështu Lulzim Basha? Nuk i duan. Dhe që ta mbyll këtë të zotit Basha, unë besova që zoti Basha, domethënë, ishte këtë staturë europiane, kam besuar vërtet. Dhe prandaj kam hyrë në politikë. Se aty kam pas ftesa 93-shin, 90 më vonë. Gjithmonë nga PD? Disa herë. Po nga PD. Po nga PS? Nga PD, se kam qenë i qartë. Jo. Po nga PS? Vokacioni ka qenë i qartë. Asnjëherë. Ka qenë i qartë vokacioni. Jo. Kështu se Edi Rama mund bënte kapërcime kështu. E bën. Atë ka bërë ftesë? Jo, nuk ka qolluar, jo. Jo, sepse do të jem sinqert. Jo. Ajo që di unë mund të jetë dhe kështu kramarje, mund të jetë dhe një formë, mënyrë të thënëri, sepse janë mjeshtra për të thënë gjërat. Më ka thënë zonjë. Janë specialista. Ashtu, po, specialista. Zonjë, ju nuk e dini, po ju jeni një parti të gabuar. A të ka thënë ty? Po, në parlament. Jo, Rama vetë. Po, disa. Zonjë, ju jeni në partitë e gabuar? Një parti të gabuar. Do kjo është ftesë, po se. Zonjë, ju jeni një parti të gabuar. Po kjo është ftesë, po se, hajde në PS. Si kur flutra çka të bënde një ftesë Edi Rama kështu? Flutra hajde në PS. Jo, nuk mund të ndodhë. Nuk ndodhë.